Prokuroria e Tiranës ka nisur hetim ndaj kompanisë farmaceutike Rejsi Pharma për përfitime në mënyrë abuzive nëpërmjet skemës së rimbursimit të barnave, si dhe hedhjen në tregun farmaceutik të barnave të skaduara. Drejtoria e hetimit tatimor, duke marrë shkas nga një raport i kontrollit të lartë të shtetit mbi veprimtarinë e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për procesin e rimbursimit të barnave, ka referuar gjetjet në Prokurorinë e Tiranës. Është konstatuar se nga ana e grupit të kontrollit janë marrë në konsiderat për efekt Leviki lista e barnave prej 18 medikamente, në sasinë 12.178 cop, me vlerë 21.999.556 lek, të cilat pretendohet se u ka kaluar afati skadencës edhe mbi një vit, për të cilat nuk ka një dokument ose proces verbal të lëshuar nga autoritetet kompetente, si dhe nuk është kryer procedura e rregullt për nxjerrjen jashtë përdorimit të tyre, duke mos njoftuar drejtorinë rajonale tatimore përkatëse nën jurisdiksionin të cilës i përket, si dhe duke mos marrë miratim nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, thuhet në raportin e KLS. Çdo vit, një pjesë e buxhetit të shëndetësisë kanalizohet për të financuar një skem të konsoliduar korrupsioni mes kompanisë së barnave të skaduara, Rejsi Pharma, dhe drejtuesve së Ministrisë së Shëndetësisë dhe degëve të saj. Pas markës me natyrë Rejsi Pharma, qëndron Merita Sheqi, me lidhje të forta politike dhe klienteliste. Vetëm gjatë 5 viteve të fundit, mbi 20 milion euro kanë dalë nga buxheti i shtetit, duke përfunduar në llogaritë e kompanisë Rejsi Pharma për furnizim të spitaleve me ilaçe të skaduara. Parat kanë kaluar në xhepat familjes Sheqi, në zbatim të kontratave klienteliste dhe korruptive me kupolën e Ministrisë së Shëndetësisë dhe drejtuesit e spitaleve.